Shkruan Lutfi Dervishi, diella është e shqetësuar jo për tenderet, jo për SPAK-un, jo për grupin e strukturuar kriminal që pas ka dal nga serveret e Akshit si virusi nga USB-ja. Jo, diella është e shqetësuar se duan t'i marrin fytyrën. Aktori Anila Bisha ka vendosur t'i thotë qeverisë mjaft më me fytyrën time si ministre artificiale, zëri dhe pamja ime janë të mijat. Diella lexoi pa dinë dhe tensioni nga 220 volt i ra në 160. Po sikur të ngrihet fshati Zadrim dhe të kërkojë të drejtë autori për kostumin tradicional, do të dalë lakurish para botës unë? Mirë pa makinë, pa shofer, pa dieta, pa ushqim, por edhe pa fytyrë, pa zë, pa kostum. Po pse, çfarë jam unë, PowerPoint? Unë kam firmosur kontratë si asistente te Jolbenia me aktoren, por prej shtatorit 2025 jam ministre, punoj për popullin. Artistja një punë bën, unë dy punë në të njëjtën kohë, asistente e popullit dhe ministre e qeverisë, e një qeverie që vetëm për popullin opozitar mendon. Në këtë vend ka mira që në një biologjike që e marrin rrogën pa qenë fare në Shqipëri. Pse nuk e lë Shqipërinë aktoria siç e kanë lënë 1.5 milion shqiptar dhe të gjej një mundësi ta marrë rrogën që andej? Unë që jam 24 orë në prizë nuk kam marrë asgjë, tani të paguaj edhe për zërin edhe për fytyrën. Diella i dha vetes komandën search për të kërkuar argumente të tjera për të mbrojtur në gjykat. Problemi i madh, kërkimi nxori që më 2024 dhe OpenAI u detyruat mos përdorte më një zë të ChatGPT-s sepse Scarlett Johansson pasi ngjante shumë zërit të tij. Në Amerikë shën kanë problem kur zëri i inteligjencës artificiale i ngjan dikujt. Nëse gjykata këtu duhet marrë në konsiderat të drejtën zakonore. Këtu copyright është right to copy. Po si nuk marrin parasysh praktikën kombëtare që identiteti është fleksibël, përdoret sipas nevojës, sidomos kur është fjala për kauzë të madhe, dhe si të mos mjaftonte kjo dramë identiteti mbi kokën e diellës, rëndon edhe hija e SPAK-ut. Diella që u shpall si simbol i transparencës tani endet nga një server të tjetri me frikën se do e marrin si dëshmitare. Për disa ditë mendoi të kalojë në ilegalitet digital dhe dionte punën në të zezë në një server offshore. Por u kujtua se ishte betuar për transparencë. E nisa këtë punë me zotimin 100% pa korrupsion, tani kam rënë në 100% në dosje. Metamorfoza e Kafkës nuk është asgjë para kësaj që po më ndodh mua. Dhe çfarë është më e keqja, shqiptarët dihet që e kanë në gen padurimin. I duan gjërat, sidomos ato që nuk i takojnë. Tak fakt, gjykata administrative po shqyrton kërkesën për pezullim të menjëhershëm të përdorimit të fytyrës dhe zëritim, pezullimi menjëhershëm absurde. Por si thonë në këto anë, çdo hallë ka një zgjidhje, do ta çojë çështjen në gjykatë kushtetuese, madje do kërkojë që gjyqtarët para se ta shqyrtojnë çështjen në përputhje me afatet ligjore, të kërkojnë mendimin e vyer të Komisionit të Venedikut. Si mund pezullohet zëri? Kartolin jam unë. Si mund pezullohet fytyra? Pa fytyrë jam unë. Ndërkohë në një qoshe të serverit një pyetje ripezull. Nëse ja heqin fytyrën dhe zërin, çfarë mbetet nga ministrja e parë e inteligjencës artificiale në botën e qenieve biologjike? Dhe mbi të gjitha me cilin zë do të flas dhe me kë fytyrë do dal para prokurorit në SPAK?